Premja artistike në Shkodër u shënua nga koncerti Voyage nga Shkodra në Paris, ku sopranoja e njohur Inva Mula dhe pianisti Gen Stukici solën një repertor të përzgjedhur që bashkonte elegancën franceze me tingullin karakteristik të këngës shkodrane. Skena u pasurua nga Orkestra Simfonike e Shkodrës e drejtuar nga maestro Elda Laro, ndërsa prania korit Prengjakova i dha performancës një dimension edhe më të plot muzikor. Pas koncertit, sopranoja Inva Mula foli për lidhjen e saj të veçantë dhe të qëndrueshme me Shkodrën. Ishte një ngjarje, do thoja, shumë e bukur, emocioni madh. Është një publik i cili me pjesëmarrjen e vet, me energjinë e vet që përçon ti, nuk e di, të çon pesh edhe ti ke vetëm dëshirë të japësh më të mirën. Ju e dini këtë lidhje që kam unë me këtë publik, po sonte ishte një natë e magjishme për të gjithë. Me respekt shumë të madh për gjithë historinë e Shkodrës, për këtë histori të madhe, për këtë qytet të madh me njerëz të mëdhenj, të cilët sigurisht do donin që muzika franceze të tingëllonte në këtë teatr. Dhe ishte edhe një omazh, do thoja, për gjithë artistët shkodran, të cilët e kanë dashur muzikën franceze. Pianisti Gen Stukici ndau emocionet e rikthimit në qytetin ku ka rënjët e tij. Pamundësisht në Shkodër me bë koncert për dita shpak. Ka që mirë, ka që mirë është publiku shkodran, ka që energji ka kja sallë, që ashtë thonë në Shkodër, si ke energji ashtë njëtë për murë nër vite, ashtë energjia e muzikantave të mëdhej, artistave të mëdhej që kanë lujtë, kështu që unë e njej këtë energji edhe në qoftë se përdorim fjalën çlirim, do të ishte një çlirim i bukur. Dirigentja Elda Laro vuri në duke profesionalizmin e artistëve dhe bashkëpunimin harmonik me Orkestrën Simfonike të Shkodrës. Ka qenë një koncert i papërshkruar, një koncert i jashtëzakonshëm që nuk do harrohet as edhe një herë. Me pas me këtu edhe Gen Stukicin, me të vërtetë është një diçka prallore edhe unike. Koncerti Voyage u konsiderua si një prej ngjarjeve më të veçanta të këtij sezoni artistik në Shkodër, duke dhuruar publikut një përjetim të ngrohtë e plot emocione.